nga provat të cilat janë mbledh, shihen 2 persona të cilët kanë ikur nga vendi ngjarjes, domethënë nga banesa ku edhe ka ndodhur rasti tragjik. Nga ajo që shihet deri më tani është që kanë ikur nga vendi ngjarjes në këmbë. Nuk kemi të dhëna që kanë shfrytzuar më vonë ndonjë vetur apo ndonjë mjet tjetër për ikjen nga vendi ngjarjes. Ndërsa i përket pjesës së dytë të pyetjes apo pyetjes së dytë, Reshteri Muhametli ka njihet si një person kogja profesional, është njohur si një person kogja profesional dhe nuk kemi ndonjë indikacion, qoftë më të voglin indikacion, që ai gjatë punës së tij si zyrtar policor të ketë pas ndonjë problem, qoftë me procedurat që i ka zhvilluar si zyrtar policor në hetimin e çështjeve penale, apo që të ketë ndonjë problem personal, nëse mund ta quajmë, që do të na zbardhte neve motivin e vrasjes së tij. Për momentin jemi në këtë situatë që gjendjen e kemi akoma të pa definuar se cili ka qenë shkaku apo motivi i kryerjes së kësaj vepre penale. Faleminderit për pyetjen. Është përdorur një armë zjarrit ku në vend ngjarjes janë gjetur 4 gëzhoja të kalibrit 9.19 mm. Nuk është hasur arma e dorazëve që kanë kryer veprën penale në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes është gjetur arma e zyrtarit policor, që është identifikuar që është armë e zyrtarit policor që i ndjeri e ka mbajtur mbi vete, si dhe pjesa e municionit që ka qenë e personit zyrtar. Kjo ka qenë. Tipi i armës nuk dihet sepse nuk kemi të dhëna, domethënë nuk është gjetur arma, domethënë kalibrin 9.19 mm, e dim që e shfrytëzojnë disa lloje të armës, për këtë arsye ne nuk mund të japim informacion se nuk e dim se çfarë lloj të armë ka pasur. Nga të dhëna deri më tani nuk na rezulton që ka pas shkrepje me armë nga arma zyrtare e pjesëtarët të policisë së Kosovës. Unë e seka në fillim që në lidhje me identifikimin e personave, shihen 2 persona duke ikur nga vendi i ngjarjes, duken persona 3, por që nuk kemi arritur identifikimin apo njohjen e atyre personave që me mujt me ditë a i takojnë rrethit ku ka ndodhur rasti apo janë nga cili vend apo nga janë ata persona. Në momentin që kemi të identifikohen personat, ku shpresojmë që gjatë mbledhjes së provave të tjera materiale apo shikimit të kamerave të përgjithshme brenda qytetit të Kaçanikut, shpresojmë që të identifikohen ata persona dhe në momentin e identifikimit ne do të marrëmi të gjitha hapat procedural për arrestimin e tyre. Identifikimi ty na ka të bëjë se kanë pas maska apo veç nuk është pamja shumë e mirë? Është të dyja nga pak, domethënë nuk kanë përdorur maska, kanë përdorur kapela, por që fakti që e ka vështirësuar, po jo kapela për mbulimin e fytyrës, ta kemi parasysh, por duke qenë se rasti ka ndodhur pas orës 23, domethënë ka qenë errësirë dhe identifikimi sigurisht që bëhet më i vështirë. Me sigurinë më të madhe mund të themi që nuk ka të bëjë me pistën e grabitjes. I ndjeri ka qenë duke u kthy nga vendi i punës në orën 11 natës për fundimin e ndërrimit të dytë dhe ka qenë duke shkuar në shtëpinë e tij, në banesën e tij, ku ka qenë duke jetuar, por që pistë për momentin prej provave që i kemi deri më tani nuk ekziston ndonjë pistë që të dyshuarit kanë pas qëllim grabitjen. Ajo shihet apo vret qartë që qëllimi i tyre ka qenë ekzekutimi apo kryerja e veprës penale të vrasjes së rëndë. Ndoshta informacionet më sakta mund të jep edhe prokurori kujdestar që ka qenë në vendin e ngjarjes. Faleminderit krye prokuror. Për pyetjen e parashtruar, situata ka qenë kësaj. Personi, domethënë viktima, ka marrë vetëm një goditje. Ajo goditje ka qenë tej shpuse
dhe realisht ai nuk ka pas antiplum, ka qenë person zyrtar në kryen e detyrës zyrtare në një orar të pasditës të zakonshëm dhe gjatë kthimit të tij nga puna në banesën e tij edhe ka ardhur deri te rasti të cilin veç e elaboruam në pika të shkurta kryet prokurori. Unë edhe personalisht kam pa këtë pjesën e grabitjes dhe jam marrë intensivisht me këtë pistë të hetimit, por nga provat që na del deri më tani është se nuk kemi pistë që personat që kanë kryer veprën penale kanë pasur për qëllim të kryer ndonjë grabitje. Pjesa tjetër, a ka qenë e organizuar, nuk mund me saktësi të themi a ka qenë e organizuar apo e paramenduar, por sipas asaj që shihet, domethënë përderisa kanë marrë pjesë 2 persona, mund të jetë që kjo vrasje ka qenë e planifikuar. Mund të shtoj këtu diçka, meqense po parashtrohet pyetja sa i përket çështjes të grabitjes, duhet pas parasysh se në vendin e ngjarjes nuk ka ndonjë institucion mikrofinanciar apo ndonjë institucion të cilët do të mund të ishte target i personave në rastin konkret grabitjes. Domethënë është një zonë e cila është vend banim dhe nuk ka ndonjë zonë e cila evidentohet me ndonjë institucion qoftë financiar apo ndonjë institucion tjetër e cila do të mund të ishte target i personave në rastin konkret grabitjes. Rasti ka ndodhur në shkallët e ndërtesës. Domethënë, ne nga ajo që shihet deri më tani nuk ka njohuri apo nuk kemi të dhëna që është përcjell qoftë nga vendi i punës, nga stacioni policor, apo qoftë se e kanë prit në hyrje të banesës. Nga ajo që deri tani kemi si të dhëna është që rasti ka ndodhur në shkallët e ndërtesës dhe aty ka qenë ato goditjet fatale. Po, nëse jemi ka fundi vetëm, ju kisha lutë. Lokali i tashmë të ndjerit Muhamet Lika është sulmuar shty. A mund këtë lidhje dhe kjo ani pse kanë kaluar 4 vite? Kjo është një rast që ka ndodhur në vitin 2021 dhe është të saktë ajo që është djegur lokali i rreshterit në fjalë, por që deri më tani ne nuk kemi mundur që të krijojmë, ndoshta për shkak të kohës së gjatë, nga viti 2021 deri në vitin 2025 ku kemi 4 vite, ne nuk kemi mundur deri më tani të paktën të ndërlidhemi ndonjë motiv apo ndonjë arsye apo ndonjë shkak që do të ishte djegja e lokalit me pjesën e vrasjes, sepse në të dy rastet e kemi të njëjtin, domthonë është i njëjti dëmtum, qoftë djegja e lokalit, qoftë vrasja, po nuk ka ndonjë lidhshmëri deri më tani po flas që ka të bëjë me këto lidhjen e këtyre dy rasteve. A është duke vojtuar në atë Vetëm me ngritje dorë të lutna. Arton Amini prej kallzo.com, a është duke vojtuar edhe ajo pistë? Sigurisht që Prokuroria Themelore në Ferizaj do të hetoj të gjitha pistat e mundshme në këto vitet e fundit se çka ka ndodhur si në komunën e Kaçanikut, por që deri më tani po them, nuk ka ndonjë ndërlidhje që shkaku i djegjes dhe së lokalit dhe shkaku i vrasjes së tani të ndjerit policit rreshterit Muhamet Lika të kenë ndonjë ndërlidhje ndërmjet. E fundit, a kanë qenë ato raste si tash po marr vesh për këtë rastin e Ministrinitës, a kanë qenë të njohur personat që kanë bua atë vepër edhe a janë dënuar? Jo, deri më tani jo. Domethënë ende nuk janë të identifikuar Jo, as atë. Nëse çet prokurori Smet të nderuar, meqense jemi këtu në një konferencë, domethënë të drejtë për drejtë, kisha ftuar të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, posaçërisht banorët e komunës së Kaçanikut, që çdo herë ashtu siç kanë qenë, domethënë kooperues me organet e drejtësisë, e sidomos me prokurorinë e shtetit dhe policisë, edhe kësaj here ju bëj thirrje që të jenë në të njëjtën vijë dhe të njëjtit për çdo informacion të cilët e posedojnë, mos të hezitojnë dhe të i lajmërojnë organet e drejtësisë, qoftë policinë apo prokurorinë, në mënyrë që ky rast sa më shpejt të merr një epilog përfundimtar dhe ashtu siç takon
domethënë rastit në fjalë. Edhe një herë i ftoj të gjithë që të jenë bashkëpunues dhe çdo kush që ka një informacion të tillë, ne do të jemi ata të cilët do t'i mirëpresim dhe do të jemi shumë domethënë kooperues me këta persona në rastin konkret. Faleminderit për prezencën, edhe një herë ju premtoj që për çdo informacion lidhur me këtë rast të rënd, do ta shpërndajmë me juve që t'ja bëjmë të njohur se ku jemi në fazat e hetimit apo në fazën e përfundimit të kësaj çështje penale.